Ndërmarrja e trajtimit të studentëve në Shkodër është gati të hap dyert për të akomoduar studentët në vitin e ri akademik. Drejtoria Sinde Skopliku tha se interesi i këtë vit ka qenë më i lartë. Ne jemi gati të hapim dyert për studentët tanë, përveç studentëve statuti jonë është ndryshuar edhe për të tretet, pra për studentë të huaj, për studentë vëmës dhe në për qytete në përreth apo të tjera. Të vit, ngrasimisht me vitet e kaluara, ne kemi një kërkesë më të lartë të regjistrimit të studentëve në ambientet tona. Risi këtë vit është edhe çelja e mencës, e cila vjen me të njëjtën kategori çmimesh si për studentët ashtu edhe për pjesën tjetër. Unë mendoj që është një risi e jashtëzakonshme. Menca nuk është e hapur për studentët, por edhe për qytetarët, por që çmimi i mencës është i njëjtë, dua ta theksoj, si për studentin, si për qytetarin në të njëjtën kategorizim. Por pse duhet të zgjedhur Konvikti si vend akomodimi dhe çfarë ofron për studentët? I bëj thirrje gjithë studentëve që të akomodohen pranë ambienteve tona të trajtimit studentëve në Shkodër, për arsye të kostos, të çmimit, higjienës, cilësisë dhe të gjitha shërbimeve të tjera të cilat ofrojmë shtesë, që është infermieria, mikut dhe shërbimin psikologjik në godinat tona. Krahas përmirësimit të godinës dhe kushteve, Konvikti këtë vit vjen me shërbime të shtuara për studentët, duke e përfshirë shërbimin infermieror dhe atë psikologjik.